Besoj e dini sepse nuk ka si gjë të keqe t'i themi disa gjëra. Brenda kodit zgjedhor dhe brenda funksionimit institucional, unë jam shumë institucional dhe ndjek linjën. Një nga mundësitë që kanë gjithë kandidatët, ndaçlisave të hapura, ndaçlisa mbyllur, nuk e kam ide, ndoshta edhe mediat kanë drejt për t'i marrë, këto nuk e kam këtë informacion. Pamje filmike thua, po? Mund të merren pamjet filmike të numërimit të votave, të subjektit apo dhe të kandidatëve si dëshiron. Unë i kam marrë personalisht, me janë dhënë pamjet filmike të disa prej KZAZ-ve. Do kujtojmë një diçka që ka qenë një numërim i cili ka zgjatur mbi një javë, me njerëz të lodhur, traskapitur, në kushte jo optimale, me orare të tej zgjatura, me vështirësia, kështu që ne duhet parashikojmë dhe gabimin njerëzor këtu brenda. Po i kontrollojmë me kampion, se është e pamundur t'i shohësh dot gjitha, dhe të paktën në çfarë kemi parë deri tash me grupin ton teknik dhe juridik që po e ndjekim këtë, sepse na intereson kjo, se si ecën përpara ky sistem, se për shembull sistemi elektronik nuk patëm ankesa. Nuk pati askush ankesë me sistemin elektronik. Votëre si vjet u bë Kedega 10, njësia administrative numër 10 në Tiranë dhe në Bashkinë e Vorës, nuk pat ankesë aty. Madje atje që e kundërt, atje thonë mos na jepni kaq shpejt rezultatet, mund na jepni pak më vonë, se ky është antisensi. Ndërkohë që këtu shko 8 ditë 9 ditë, dhe ndërkohë kemi vënë re se si cilësia e numërimit apo e raportimit të këtyre votave ra nga dita e martë e mbrapa. Pra, ndërkohë që kishte një cilësi ndryshe të dielën dark, sa atëherë nisi. E lidh me lodhjen ti këtë, po themi apo jo vetëm? Dhe të martën deri në drek. Më pas kjo cilësi numërimi u zbe shumë. Dhe ka shkarje, po i quajmë të mëdha, të raportimit në proces verbalet. Po sa ketë konstatuar aty është ideja? Deri tani. Shumë qendra votimi. Kjo na duhet shumë për analizën tonë të brendshme. Mund të ndryshojë ndonjë rezultat kjo apo nuk bëhet fjalë për ndryshim rezultati? Nuk ka ndodhur ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë që të hapen kutit dhe të ndryshojë rezultati. Mirë, nëse ke me prova aty edhe ndodh kjo. Po, Shqipërisë ka ndodhur kurrë. Jo edhe ndodh, nuk ka ndodhur kurrë. Okej. Pra, edhe ndodh nuk është e vërtetë, s'ka ndodhur asnjëherë. Pra, vlerë më të madhe kjo e ka në analizën e brendshme, që dish me të vërtetë kush ka qenë puna e dikujt. Për shembull, kemi parë kandidatë listës hapur, të cilët janë renditur shumë më poshtë në krahasim me ku do ishin. Prandaj kur t'ia vlerësojmë punën dikujt, ne duhet të vlerësojmë punën reale të tyre. Jo, nuk përmend asgjë këtu. Këto janë pjesë e analizës tonë brendshme. Dhe kur t'ia vlerësosh punën dikujt, do ja vlerësosh punën reale, nuk është faji i tij që pastaj është reflektuar ndryshe nga organet zyrtare që duhet ta bënin atë punë siç duhet ta bënin. Pra nuk është përgjegjësia e kandidatit, në thonjza që dikush s'di të numëroj. Dakor? Prandaj duhet jemi shumë konkret kur i themi këto fjalë. Dhe po, e di fare mirë se ku ka shku gjendja dhe kam pa fallësimet nga njëra KZAZ ke tjetra. Po pse janë bërë këto mendon ti? Duhet pyesim ata që i bën. Mund të jetë sepse ju a e keni ndjekur hap pas hapi procesin? Është e pamundur ta ndjekësh hap pas hapi. Jo, mendova mos ke lënë njerëzit e tu. Po, lër këtë duash ti, janë 18 KZAZ që punojnë pothuajse 24 orë në ditë. Pra hap pas hapi, një njeri normal nuk e ndjek dot. As një grup njerëzish nuk e ndjek dot. Këto mund ta ndjekin ndoshta subjekte të mëdha, pra krejt partia po themi. Po idealisht do duhet ta ndiqnin institucionet përkatëse. Pra neve duhet të kishim një KQZ të aftë ta bënte punën e vet. Ndërkohë që vum re që ato s'dishin sa ishin votuesit. Sepse ne bëm pyetje specifike, sa zarfa ju kanë ardhur. Kjo duhet ishte përgjigje direkte, na kanë ardhur kaq zarfe. Pra, sa kanë shpreh vullnetin, sa vet janë paraqitur në kutinë e votimit, duhet ta dish direkt. Fakti që ata nuk e dinin. Dhe deri ditën e fundit numërimit votave diasporës nuk e kanë ditur dhe vazhdon të shtojnë numri i zarfave që numëroi, përkundrejt asaj që ata deklaronin, tregon shumë qartë që minimumi janë të paaft në punën që bëjnë dhe maksimumi i spektrit është që kjo bëhet me qëllim për të fallsuar rezultate. Pra, për sa kohë neve kemi një shtet që nuk do të bën dot punë e shtetit, pavarësisht që është i financuar shumë rënd Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, neve shohim një realitet që pastaj neve nuk na pëlqen. Pra unë mund t'ju tregoj juve online, me një herë këtu nga telefoni, mund ta shihni direkt se këto janë të hapura dona publike, se si ky numër i zarfave të ardhur nga jashtë është rritur me kalimin e kohës. Ndërkohë që nuk pranoheshin më zarfa deri të dielën e zgjedhjeve datë 11 maj ora 7. Më mbrapa nuk pranohen. Si u rritën mbrapa, javën mbrapa? Si u shtu numri i tyre?
s'di të numërojnë. Atëherë çfarë qendre numërimi është kur s'di të numërojnë sa zarfa ka. Pra kjo ngren pikpyetje të mëdha patjetër dhe ka nevojë me urgjencë që ne t'i kthejmë institucionalitet. Duhet jenë serioze në punën që bëjnë dhe jo thjesht në fasad dhe mbrojtëse të disa rezultate të paracaktuara. Kjo është kyçe. Si ishte gara me Jorida Tabakun? Si shkoi? Kisha një garë me Jorida Tabakun, unë kisha një garë me Partinë Socialiste. Aty përfundoi gjëja, jam dakord unë me ty. Për ju si doni, unë garë. Po jo, ai ishit në garë me njëri tjetrin me vota për të marrë vendin në parlament, se vetëm një duhet, po pra në numërim. Unë garën e kisha me Partinë Socialiste. Jo, flas për procesin e numërimit unë. Se si ndjen të tjerët, nuk mund të flas. Unë mund të them me kë isha unë garë. Dhe në garë isha me Partinë Socialiste një, dhe unë mund t'ju them targetin time. Kjo është fatkeqësia pra që përfundove në garë me Jorida Tabakun. Po mirë, kështu ta mendojnë tjerët fatkeqësi. Po në numërim a përfunduat, se kjo është e vërtet. Jo, dakord jam unë, po ai emocioni votës, kush kalonte në avantazh, kush do ta marrë vendin në parlament. Gara është ajo në vetvete. Më lejoni t'ju them, ndoshta për ata pak që se kanë kuptuar që unë emocionet nuk i vuj shumë. Nuk jam as tip emocional, as nuk ftofem, as nuk nxehem kollaj. I kam shumë qeta gjëra. Kam targetet e mia. Në radh parë, një target ishte 2 fish vota në krahasim me një deputet tjetër, kandidat për deputet tjetër, se s'mund të ndajshe dot me këtë sistem zgjedhor. Besoj kjo u arrit. Dhe targeti tjetër ishte të kapërceja votat e kandidatit për kryeministër, njëkohësisht kryetar partia në 2021 të Partisë Demokratike, i cili aso kohë mori 16.000 e 145 vota, mos gaboj, dhe unë përfundova 18.125 vota. Pra, unë kam ato që janë objektiva, personale dhe të skuadrës time. Me një fushat, besoj e keni vënë re low cost, me një fushat të qartë qytetare, duke shku dhe duke bërë, duke ju tregu shumë qartë, bëhet kjo gjë. Është e bëshme. Nuk ka nevojë për shifra astronomike, nuk ka nevojë të bësh çuditëra, nuk ka nevojë për skuadra madhore, nuk ka nevojë për konsulent të çfarë do lloj tipi, nuk ka nevojë për media të mëdha që tregojnë mra, nuk ka nevojë për oligark, bëhet. Po bëhet me njerëzit e dur. Patjetër. Po pra, këtu çdoi Partia Demokratike për këtë përgjegjësi po flisja unë dhe po ju pyesja që duhet të marrë. Ne kemi diskutuar që në 12 mars. Kjo lloj përgjegjësie unë nuk besoj që ju e bëni pasi të njiheni mirë me shifra, me letra, pra, dhe nuk e keni paraprakisht këtë gjë. Leoni t'ju jap. Unë kam detyrë në radh parë të udhëheq me shembull. Dikush ndoshta nuk e besonte që mund të bënte. Pra kur e kemi bërë këto diskutime 12 mars, se ka qenë mbledhje e Këshillit Kombëtar. Po. Në 12 mars Këshilli Kombëtar ka bërë diskutime shumë të nxehta. Unë nuk e di a i keni ndjekur apo jo, se ne i kemi të hapura, ne flasim, dalin media në rrjetet sociale, nuk ka ndonjë problem kena. Ka pas zoti Murrizu një diskutim shumë, një debat shumë të fortë. Për shembull, jam miku im, kolegu im, kështu që nuk ka asnjë problem dhe besoj edhe ai është shumë i hapur ndaj mediave për të thënë vërtet, nuk e kemi problem si Parti Demokratike. Ai e thot gjithmonë. Eksakt, nuk e kemi fare problem. Pra, çfarë është thënë me 12 mars, është thënë dhe është e hapur, është transparente, është për mediat, qëndrimet e me radhë. Megjithatë, dikush mund mos ta besonte me 12 mars që kjo mund të bëjë realitet me 11 maj me të vërtetë. Sepse tashti kemi dhe provat. Ja pra që bëhet. Ja që është e mundur. Që do të thotë herës tjetër që mblidhemi, ne kemi dhe të dhënat në tavolinë, prandaj duhen të dhënat, prandaj duhen shifra, prandaj duhen arritjet dhe i tregohet një rrugë se si bëhet kjo punë. Atyre që ndoshta nuk e besonin me 12 mars. Njëkohësisht duke kërkuar dhe përgjegjësi atyre që nga krahu tjetër morën vendimet përkatëse më përpara, sepse këtë unë jam antar i Këshillit Kombëtar. Pra në Këshillin Kombëtar ne këtë bëjmë. Nuk jam antar kryesie që të them të flas në forumin e kryesisë apo të flas në emër të kryesisë. Mund të flas si antar i Këshillit Kombëtar dhe këtë e bëj pas një lloj ngurrimi. Po ka rrugë të cilat nuk u eksploruan. Ndoshta nuk u besuan, ndoshta nuk u pranuan, ndoshta ishin hera parë që ndodhte një diçka e tillë, ishte një fenomen. Ndoshta. Kjo është pjesë patjetër e diskutimit që do bëhet, po do bëhet pas kësaj dite, nuk mund të bëhet dot sot kjo. Pse? Sepse ka shumë realitete. Kjo mund ndodhi, ndoshta mund të jetë vërtet për Tiranën, por mund mos jetë vërtet për shembull për Elbasanin, mund mos jetë vërtet për Korçën, për Lezhën e Merat. Pra kur të marrim vendime, ne marrim shkallë makro, se është në shkallë partijake. Dhe jo detyrimisht në shkallë mikro, pra në shkallë individuale kandidatësh.
Ja shumë e rëndësishme të kuptoj që çdo sferë e vogël ndodhet brenda një sfere shumë të madhe. Tani t'ju bëj një pyetje, nuk e di a e keni ndjekur, një reagim të fortë të njërës prej kandidatëve për Tiranën, që nuk arriti do të merrte mandatin, Adriana Kalaja. Për Jorida Tabakun, e keni ndjekur? Jo, ma thonë. Jo, që e akuzoi publikisht se votat ja ka siguruar Edi Rama me oligarkët dhe këtë e din të gjithë. Ajo ishte thjesht sudja dhe qëllimi i saj bashkë me Ramën, sipas zonjës Kalaja, pra i zonjës Tabaku, ishte që të poshtëronte Sali Berishën dhe me projekcion për të marrë Partinë Demokratike. Po, rrjetet sociale, media, besoj... Jo, ka bërë deklarat publike. Po, kështu që media i bjen. Po, është deklarat në rrjetet saj sociale. Po, të gjithë janë antarë të Këshillit Kombëtar, emrat që u përmendën dhe besojmë do ta diskutojmë dhe aty brenda kur ne të mblidhem. Nuk di se çfarë diskutimi specifik i drejtohet, duhet ja bëni pyetje zonjën Kalaja. Unë e di njoft për aktivistë dhe për njerëz që i bën drejt e drejt çështje, nuk është se i shkon rreth rrodhu, kështu e njoh unë avokatën. Po pra drejt e drejt, po a vlen kjo që të nisë sulmi ndaj më të votuarve tani më? Nuk e di, nevojitet ta pyesni ato, nuk mund të përgjigjem për dikë tjetër. Unë mund t'ju them. Ka nisur një luftë brenda llojit, po themi. Po ky sistem elektoral patjetër që e bën këtë, pse ke pse mendoni ju se s'ka nisur, edhe më keq është atje. Madje atje u detyru ndërhyu Edi Rama, u ndërhyu i dha urdhër mos merrni pamjet filmike. Dakor, do të kaloj të po. Tjetër, se nëse bëjmë këtë, ne themi ke dëshirë, do t'i shohësh. Mendon se ka diçka që shkon, po merri, çfarë problemi ka, ti lejon institucioni.